Sipas revistës së njohur The Economist, diçka e re po lëviz në të majtën. E ka për disa vende të fuqishme në botë. E ka për revolucionarët e rinj. Këtu mbase hyn edhe Shqipëria jonë e vogël. Protesta me shkaz Fërnecin në më pak se një javë nga fillimi i saj arriti të përhapet për te Tiranës, në Durrës, Shkodër, Korçë, Gjethiu. U përhap edhe në disa qytete europiane, madje edhe në New York. Mediat e rëndësishme në botë po japin zë protestës, aq sa kryeministri Edi Rama i pyet ata përfshir edhe CNN, me të cilin pati momente tensioni gjatë intervistës më të fundit në këtë ekran gjigant. Pra, Rama i pyet këto media, si mund të bëhet një vend i vogël lajm global për arsye kaq të shkëputura nga realitetin në terren. Pastaj, në përpjekje për ta minimizuar zemëratën, i pyet sërish, si mund të shndrojë një protestë lokale me disa mijëra njerëz në një spektakël ndërkombëtar. Pra, si mund të ndodhë kjo? Një shpjegim e ofron The Economist. Një brez i ri socialistësh dëshirojnë të ribojnë ekonominë. Quajnë socializëm i gjeneratës Z, jo sepse të gjithë përkrasit e tij janë të rinj, apo sepse është diçka e re që të rinjt e anojnë majtas, por sepse është marka e të majtës e krijuar për epokën e TikTokut, që mbështesin revolucionarët e rinj të sotëm. Apo hyn dhe Shqipëria në epokën e revoltës kundër modelit ekonomik? Le ta shohim me qetësi. Editoriali i The Economist, më shumë se një analizë për zhvillimet politike në Britaninë e Madhe, Francë, Shtetet e Bashkuara apo Kanada, në thelb përpiqet të shpjegojë një fenomen më të gjerë: rritjen e pakënaqësisë ndaj rendit ekonomik liberal që ka dominuar perëndimin gjatë dekadave të fundit. Revista është e bindur se një grup aktivistësh po fitojnë terren, po sfidojnë pjesën më të madhe të parimeve themelore të ekonomisë së tregut. Aktivistët e rinj që dikur quhen ambientalistë e diku tjetër revolucionar mund të minojnë, sipas The Economist, mekanizmat e sistemit politik dhe ekonomik që sundan botën. Megjithatë, vetë artikulli ngre një pikpyetje interesante: pse po bëhet kaq tërheqëse ideja e këtij grupi? Bota po përballet me probleme reale që e kanë shtrënguar jetesën. Inflacioni, kostot e larta të jetesës, vështirësia për të blerë banesa, përqendrimi i pasurive te një grusht njerëzish, të gjitha këto e kanë ndezur zemërimin dhe revoltën e madhe kundër sistemit në tërësi. Çfarë po ndodh në shoqëritë perëndimore nuk është krejt pa lidhje, edhe për vende të vogla si ne. Në pamje të parë, Shqipëria duket larg debateve që zhvillohen në Londër, Paris, Toronto apo New York. Vendi nuk ka një lëvizje të organizuar socialiste të ngjashme me ato që përshkruan The Economist. Debati publik vazhdon të dominohet nga ndarjet tradicionale politike, nga konfliktet mes maggjorancës dhe opozitës dhe nga çështjet që lidhen me korrupsionin, drejtësinë, zgjedhjet apo integrimin evropian. Megjithatë, par pak më thellë, disa prej faktorëve që ushqejnë revoltën e gjeneratës Z në perëndim janë të pranishëm dhe në Shqipëri. Ashtu si në pjesën tjetër të botës, një pjesë e madhe e të rinjve shqiptarë përballen me vështirësi për të patur një streh, një banesë. Çmimet e apartamenteve kanë shkuar në qiell, sidomos gjatë viteve të fundit, ama pagat nuk e kanë ndjekur të njëjtin ritëm. Për shumë familje të reja, blerja e një banese është objektiv gjithnjë më i largët. Në të njëjtën kohë, qyrat po rriten pa u ndalur, nga dita në ditë, aq sa në Tiranë dhe qendrat urbane kryesore konsiderohet mollë ndaluar. Statistikat mund të tregojnë rritje ekonomike, investime dhe zhvillim, por për shumë shqiptar pyetja mbetet e njëjtë. Nëse ekonomia po ecën mirë, pse jeta e përditshme vazhdon të jetë kaq e vështirë? Kjo është një nga qindra pyetje kryesore që po shtrojnë gjithnjë më shpesh, edhe në anën tjetër të kësaj botës sonë. Edhe tek ne edhe atje ekziston një krizë besimi se sistemi aktual ka dështuar të ofrojë mundësi reale për pjesën dërmuese të qytetarëve. Dhe kjo ndjenjë është veçanërisht e fortë te brezi i ri. Nëse në vende të tjera shumë të rinj besojnë se ardhmja është e vështirë, se do të jetojnë më keq se prindërit e tyre, në vendin tonë situata është dramatike. Për shumë kohë, një pjesë e madhe e mirëqenies në familjet shqiptare dedikohen emigracionit. Ky burim po kufizohet, po shteron. Atje ku punojnë dhe jetojnë emigrantët shqiptarë nuk është më si më parë. As këtu nuk është si disa vite të shkuara. Brezat e rinj po përballen me realitetin e egër dhe po zbulojnë se emira sociale nuk është aq e lehtë sa e mendonin. Përballja me realitetin pa makjazh po krijon ishuj pakënaqësie, zemërimi dhe revolta. Pa u shtytur thellë në analizë, protesta në Tiranë me shkaz Fërnecin është manifestim kundër qeverisë, kundër korrupsionit, kundër projekteve të caktuara dhe mënyrës si ushtrohet pushteti nga maggjoranca. Kjo është e vërtetë, por e vërteta e plot. Protesta përcjell një shqetësim më të gjerë, më të madh. Atë që qytetari i zakonshëm është i përjashtuar nga proceset që ndikojnë dhe prekin jetën e tij të përditshme. Shqiptarët nuk po kundërshtojnë projekte të mëdha që zhvillojnë vendin dhe ngrenë ekonominë. Ata janë kundër mënyrës si merren vendimet. Kur protestojnë kundër korrupsionit, nuk po denoncojnë thjesht e vetëm një akt të paligjshëm. Ata reagojnë ndaj sistemit i cili funksionon në favor të disa grupeve dhe jo të interesit publik. Pra qytetarët po reagojnë ndaj përqendrimit të pushtetit, qoftë ai politik apo ekonomik.
Kapitalizmi shqiptar, nëse mund ta konsiderojmë të tillë për efekt analize, është i ashpër dhe i pabarabartë. Është hibrid. Brenda tij bashkëjetojnë pak elementë të tregut të lirë me klientelizmin, privilegjet dhe influencat e krijuara apo të mbështetura nga politika, oligarkia apo të dyja bashkë. Zemërimi dhe revolta apo prekin sistemin dhe modelin që krijoi vetë ky sistem, sepse në këtë Shqipërinë tonë të vogël, sistemi aktual, modeli i tij dhe mënyra si funksionon, nuk prodhoi asnjëherë drejtësi sociale dhe mundësi të barabarta për të gjithë. Megjithatë, në fund të ditës debati nuk është mes kapitalizmit dhe socializmit. Do të ishte gabim nëse edhe revoltën aktuale në Tiranë do ta vendosnim në këtë shtrat. Debati real është se ç'model model kapitalizmi apo socializmi dëshirojmë ne. Një model që krijon mundësi të barabarta për të gjithë dhe jo vetëm për oligarkët me pasuri të dyshimta, një model që promovon konkurrencën e ndershme që nuk e njeh investitorin strategjik që kanë gjithçka përposhtë strategjisë, një model ku pasuria dhe mira publike shpërndahen me drejtësi dhe jo të rrëmbejnë ta përfitojnë një grusht njerëzish të lidhur me pushtetin blu të kuq apo roz, cilin kapitalizëm duam ne, cilin socializëm. Bota ka shqetësime reale dhe Shqipëria e vogël si pjesë e kësaj bote të madhe ka probleme pafund. Kriza e strehimit nuk ka ngritur kokë vetëm në perëndim, është këmbkryq edhe tek ne. Rritja e kostove për të jetuar është problem i madh si për francezin ashtu edhe për shqiptarin. Pasiguria ekonomike tek të rinjt është globale. Që pasuria po përqendrohet në duart e një bakice është fakt, por vendet e vogla si ne ndjejnë më shumë këtë pabarazi. Varfëria, kriza e besimit, dobësimi i shtetit dhe shumë si këto nuk janë fantazi ideologjike, janë probleme konkrete. Injorimi i tyre do të ishte gabim fatal, sidomos për qeveritë. Këto të fundit nuk mund të injorojnë protestat, sa do të vogla të jenë ato. Dhe nëse ka 100 protestues, duhet kujdes. Dhe 2000 apo 8000 duhen dëgjuar madje me kujdes dhe vëmendje. Ashtu sikurse duhen dëgjuar dhe protestuesit në Tiranë pavarësisht qëllimit që kanë. Nëse sistemi zgjedh të injorojë, duhet shembur i gjithë sistemi. Nëse ndodh, nuk do të jetë thjesht një histori për gjeneratën Z në perëndim. Do të jetë edhe një histori shqiptare. Yeah.